Saj problematike që nuk ja jep ligji 2020. Këtë po të shpjegoj. Po në qofë se do flasësh me Xhakollin, nuk e ndjek se unë po them eksaktësisht, nuk ka nevojë, unë po them eksaktësisht të njëjtën gjë. Që, nuk, tani ti, unë e di që ti ke kapacitet e Leninit që të flasësh në të njëjtën kohë me 7 veta, por unë po të them që pikërisht se 2020 nuk na e dha rezultatin e pritshëm, edhe për shkak të faktit që juridikisht ishte pamundur të kapërcehej pjesa ku duhej marrë miratimi i gjithë të tjerëve, u bë kjo paketë për të lehtësuar totalisht ata që duan të investojnë në tokën e të parëve të tyre dhe që nuk i kanë dokumentat. Për këtë u bë. Vinë në bashki, shprehin interesin dhe bazuar në faktin që toka nuk është një territori kontestuar, siç është rasti në shumicën dërmuese të këtyre zonave, ku territoret përkatëse aty ku 7.500 ishin nuk është pranuar, nuk janë të kontestuara në shumicën dërmuese, publikohet shpreha e interesit për të pritur kontestime nëse ka,